Strukturat e mbrojtjes civile kanë intensifikuar përgatitjet në terren për të përballur me raste të zjarreve që mund të shfaqen gjatë sinosoverës. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka zhvilluar një takim me përfaqësues të bashkive në prefekturën e Lezhës, duke theksuar nevojën për masa konkrete dhe planifikim të qartë financiar. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Mbrojtjes Civile, Haki Çako, u bëri thirrje bashkive Lezhë, Mirdit dhe Kurbin që të shfrytëzojnë maksimalisht kapacitetet e tyre duke përdorur në mënyrë efikase fondet e dërguara nga qeveria përmes fondit të kushtëzuar. Përgjegjësia kryesore për mbrojtjen e shtëpisë dhe të shpirtësisë të shtëpisë. I gjithë ne në rolin apo përgjegjësinë tonë jemi të gatshëm të mbështesim dhe suportojmë çdo kënd që i ka konsumuar e zavuruar që gjitha kapacitetet e veta. Edhe në ligj, por edhe së fundi, vit për vit, qeveria alokon fondet konsiderueshme të buxhetit të destinuar drejt për së drejt për menaxhimin e fatkeqësive natyrore. Këtu i bëri një thesë apo detyrë gjitha bashkive janë shumë më serioze në përdorimin e fondet të kushtëzuar që programi i emergjencave civile alokon drejt për së drejti me bashkitë të kontraktojnë drejt për së drejti punonjës shërbimi për vrojtimin e zonave të cilat janë të identifikuara si zona me risk të lartë për zjarre, që koha e reagimit, sidomos për çështjen e zjarreve, është elementi më i rëndësishëm. Një rol i rëndësishëm ju atribua dhe Policisë së Shtetit, e cila duhet të rrisë kontrollin e territorit dhe të identifikojë rastet e zjarrvënieve të qëllimshme, duke vënë autorët përpara përgjegjësisë ligjore. Policia e Shtetit, e cila me kontrollin e territorit apo me gjithë kapacitetet e veta të kontrollit me specialistë të policisë zonës, do të duhet patjetër që të evidentojë paraprakisht të punojnë individët nëpërmjet mësve të saj, individët të cilët kanë tendencën e zjarrvënies. Do të mbajnë kontrollet apo të rishikojë nëpërmjet bashkisë, pse jo dhe kontratat e shfrytëzimit të ullotave, pasi në një pjesë të konsiderueshme këto zjarre janë produkt të iniciativës së barive për të rihapur ullotat e veta dhe për masat pastaj të jenë pa e mirë. Forcimi i kapaciteteve njerëzore dhe logjistike mbetet një nga kërkesat kryesore ndaj pushtetit vendor për përballimin me sukses të situatave me zjarret në prefekturën e Lezhës. Projektet e fundit